Dita e ditë edhe e fundit në Londër, se erdhëm vetëm për një të shtunë të diel siç u thashë. Edhe pasi në mëngjes shkuam të ham mëngjesin, pastaj ja vajtëm të lozin fëmijët e këndi i lojrave. Nuk mora ndonjë gjë andeja se me që kishte shumë fëmijë dhe nuk doja që të tregoja gabimisht një fëmijë tjetër, edhe këtu po iki tani që thoni o njerëz të dashur të bukur të kthehemi dhe neve te babai. Se i munguam, kuptohet që i munguam, 2 ditë munguam jo shumë, po hajde nejse. Fëmijët fillojnë në shkollën edhe ndaja duhet që të ktheheshim në shtëpi. Takova aty edhe gjitonen që kisha tek shtëpia kur jetoja në Londër, se kemi lidhje edhe shkoj me vi me vemi te njëra tjetra, edhe djali e do shumë, ndaja edhe takova aty tek stacioni trenit, që është një mrekulli e vërtetë shumë i bukur, para se të nisesha për në Doncaster. Pritëm trenin, kësaj radhe e bëm 1 orë gjysmë ishte. Nuk ishte shumë njerëz, edhe ishim rehatë, koha nuk më duk fare, vetëm që më kishte zënë koka se doja një kafe në ato orë, çfarë të bëja. Arritëm në shtëpi aty shpejt, siç na patë, edhe do shkojmë te babai tani, i cili erdhi të na marrë, shkreti çfarë të bëjë, nuk bën dot edhe ndryshe. Punë e tij është të na çojë, të na marrë, të na shpjerë, i bëjnë këto baballarët e mirë. Edhe arritëm në shtëpi tani, djalit që ishte munguar babai, me vrap ta përqafoj. Kjo ishte udhëtimi jon, kaloni bukur edhe juve shifemi, ciao.